هم خير من خلق الإله ومن ضرى كانوا قواميس الهداية للورى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të fillimit të playlistave të reja, nga një playlist të re në çdo ditë, duke i përmbushur në këtë formë të gjitha lëndët që ne do të marrim në trajtim gjatë vazhdimësisë së projektit. Sot inshallah do të jemi tek degët e gjuhës arabe dhe më konkretisht e dega e letërsisë arabe. Kemi marrë si referencë librin që ju shikoni, i cili në gjuhën arabe titullohet Nihayetul Arab fi Funun al-Adab dhe përkthehet përmbushja e qëllimit në degët e letërsisë. Autori quhet Shihabuddin Ahmed ibn Abdul Wahhab an-Nuwairi. Ky është vëllimi i parë nga 34 vëllime që ka në total botimi që ne po trajtojmë dhe është botuar nga shtëpia botuese Darul Kutubil Ilmiye, që do thotë shtëpia botuese e librave shkencore. Përkthimi ka filluar në nëntor të vitit 2025 dhe pa humbur kohë, kalojmë tek fjala e autorit, tek hyrja ku thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun nashir. Yaqulu Karl Bruckmann fi tarikh al-adab al-arabi inna at-ta'lif al-arabi ala at-tariqati al-mawsu'iyya bada'a ma'a kitab mafatih al-ulum li Muhammad ibn Ahmed ibn Yusuf al-Khawarizmi المتوفى سنة 387 هجري. غير أن هذا النوع من التأليف لم يستمر بنفس الوتيرة والزخم نفسه حتى القرن الثامن الهجري، حيث امتاز هذا القرن في مصر خصوصا بنهضة ثقافية مميزة. Përkthimi: me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, parathënia e botuesit. Thot në librin e tij Karl Bruckmann thot, tek libri Historia e letërsisë arabe, thot: letërsia arabe në formën enciklopedike filloi me librin Çelësat e shkencave të Muhammed ibn Ahmed ibn Yusuf al-Khawarizmi, i cili vdiq në vitin 386 Hijri, që i korrespondon vitit 997 sipas kalendarit diellor. Mirëpo ky lloj hartimi nuk vazhdoi me të njëjtin ritëm dhe vrull deri në shekullin e 8 Hijri, sepse ky shekull, sidomos në Egjipt, u veçua me një rilindje të dalluar kulturore. Më pas thot autori: وهي أنه عصر الموسوعات العلمية والأدبية الكبرى، فقد ظهرت فيه طائفة من علماء الذين نظروا على جمع أشتات العلوم والفنون المعروفة في هذا العصر في مؤلفات جامعة لم يعرفها الأدب العربي من قبل، وكتب فيه عدة موسوعات جليلة ما زالت تنبئ بمقامها الفذ في turath al-adab al-arabi. Ajo është epoka e enciklopedive të mëdha shkencore dhe letrare. Në këtë periudhë u shfaq një grup dietarësh që u përkushtuan mbledhjes së shumë fushave të dijes dhe arteve të njohura të asaj kohe, në vepra të mëdha bashkuese, ka për qëllim autori gjithëpërfshirëse, pra që bashkojnë një numër të madh temash brenda tyre, të cilat letërsia arabe nuk i kishte njohur më parë. Gjatë kësaj kohe u hartuan disa enciklopedi madhështore që ende tregojnë për vlerën e tyre të jashtëzakonshme në trashëgiminë e letërsisë arabe. Më pas thot autori:
وأقطاب هذه الحركة ثلاثة من أكبر العلماء والكتاب المصريين هم أحمد ابن عبد الوهاب النويري المتوفى سنة 733 هجري صاحب كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب، وأحمد ابن فضل الله العمري المتوفى سنة 749 هجري صاحب كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، وأحمد ابن علي المقريزي أبو العباس المتوفى سنة 845 هجري صاحب كتاب صبح العشاء في صناعة الإنشاء. Tre figurat më të rëndësishme të kësaj lëvizje ishin ndër dietarët dhe shkrimtarët më të mëdhenj egjiptian. Ahmed ibn Abdul Wahhab an-Nuwairi, i cili ka vdekur në vitin 733 Hijri, që i korespondon vitit 1333 të kalendarit diellor, autori i librit Përmbushja e qëllimit në degët e letërsisë, i cili është libri që ne po trajtojmë. Më pas Ahmed ibn Fadlillah el-Umeri, i cili ka vdekur në vitin 749 Hijri, që i korespondon vitit 1348 të kalendarit diellor, autori i librit Rrugët e shikimit të mbretërisë së qyteteve. Në mbretëritë e qyteteve, më falni, dhe Ahmed ibn Ali el-Makrizi, i cili ka vdekur në vitin 845 Hijri, që i korespondon vitit 1441 të kalendarit diellor, autori i veprës Agimi të verbrit në artin e shkrimit. Më pas thot autori: والملفت للنظر أن بين هذين التاريخين منتصف القرن الرابع الهجري ومنتصف القرن الثامن الهجري كان هناك حدث مروع ترك بصماته السيئة على تاريخ الثقافة العربية والإسلامية، وهو الغزو المغولي ودخول هولاكو إلى بغداد سنة 656 هجري وما رافق ذلك من دمار شامل وقتل العديد من علمائها وأدبائها وإحراق مكتباتها. Ajo që bie në sy është se midis këtyre dy periudhave, pra nga mesi i shekullit të 4 Hijri deri në mesin e shekullit të 8 Hijri, ndodhi një ngjarje të tmerrshme që la gjurmë të rënda në historinë e kulturës arabe dhe islame, dhe ai ishte pushtimi mongol dhe hyrja e Hulakut në Bagdad në vitin 656 Hijri. Kjo u shoqërua me shkatrim të plot, me vrasjen e shumë dietarëve dhe shkrimtarëve dhe djegjen e bibliotekave të qytetit. Më pas, hiya kanat tahwi خلاصة ما توصل إليه التأليف العربي الإسلامي، ناهيك عن أنها كانت عاصمة العالم لكونها حاضرة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت، وعلى الرغم من ذلك نجدها أمام تلك الظاهرة الملفتة التي تتميز بالحيوية الفكرية والثقافية، والتي أنتجت تلك الأعمال التي أشرنا إليها وغير ذلك في أواسط العصر العباسي الذي استمر في سنة 448 هجري إلى سنة 923 هجري. Ato përmbanin përmbledhjen e gjithçkaje që kishte arritur autorësia arabo-islame, pa përmendur këtu se ai ishte kryeqyteti i botës, pra Bagdadi, sepse ishte selia e kalifatit islam në atë kohë. Megjithatë, përballë kësaj gjejmë një dukuri të veçantë që shquhet për gjallëri intelektuale dhe kulturore, e cila prodhoi ato vepra që përmendëm dhe vepra të tjera të ngjashme. Gjatë mesit të epokës abasite, që vazhdoi nga viti 448 Hijri, që i korespondon vitit 1250 sipas kalendarit diellor,
deri në vitin 923 Hijri, që i korrespondon vitit 1517 sipas kalendarit diellor. Ajo që ne duhet të përmendim në këtë moment është që historia në përgjithësi ka njohur shumë pushtime dhe shumë luftra midis popujve dhe ka qenë diçka shumë e zakonshme që kur një grup njerëzish pushtues arrinin të merrnin nën kontroll një territor dhe një popull, ata shkatronin çdo gjë që gjendej në të. Pra kjo ka ndodhur gjërësisht në historinë e njerëzimit. Ata shkatronin njerëzit, shkatronin tokat, shkatronin objektet, shkatronin pasuritë, shkatronin edhe dijen ndër të tjera. Dhe kjo gjë ka ndodhur edhe në momentin kur një pjesë e mirë e botës islame, të paktën pjesa lindore e saj, është pushtuar nga ana e mongolëve në periudhën që jemi duke folur. Në atë kohë Bagdadi ka qenë kryeqyteti i botës islame dhe pothuajse kryeqyteti i botës, për nga aspekti i rëndësisë që kishte, sidomos në fushën e dijes. Dhe shumë prej veprave të cilat kanë qenë prezente në atë kohë janë zhdukur së bashku me njerëzit që kanë humbur jetën gjatë këtij pushtimi. Dhe këtu duam të vëmë në dukje që muslimanët në përgjithësi janë dalluar në historinë e tyre në të kundërtën e kësaj dukurie. Janë dalluar për faktin që në çdo rast kur kanë marrë nën kontroll një territor apo një popull tjetër, gjithmonë e kanë ruajtur çdo gjë që ka qenë për të ruajtur prej atij populli apo prej atij territori dhe nuk janë shquar asnjëherë si shkatrues dhe kanë ruajtur ndër të tjera dhe dijet që kanë pasur ata popull për t'i shfrytzuar dhe për t'i çuar ato një hap më përpara. Siç njihet në përgjithësi në histori që numrat që ne përdorim, për shembull numri 0 dhe 10 dhe shumë fishat e saj, në përgjithësi këto njihen si numra arab, pra numrat që përdoren sot. Mirë po faktikisht këto numra dhe pse kanë ardhur në botën europiane nga arabët, faktikisht nuk janë arab. Ato janë numra sipas modelit indian, të cilat muslimanët i kanë përdorur sepse kanë parë të arsyeshme dhe më pas i kanë përhapur edhe tek popujt e tjerë. Pra nuk pretendojmë ne për shembull autorësinë e tyre dhe në të njëjtën kohë as nuk i kemi shkatruar ato në momentin që mund ta kemi pasur mundësinë për ta bërë. Dhe kjo në vetvete është pjesë e këshillave që na jep feja. Pra feja islame nxit që në raport me çdo popull, sado që ne mund të kemi ndryshime në mendime me ta, ndryshime në kulturë, ndryshime në mentalitet e tjerë, mirë po ne duhet të ruajmë prej tyre ato gjëra të cilat janë të dobishme, qofshin edhe gjëra që ne nuk i kemi pas ditur apo nuk kemi pasur lidhje me to më herët. Më pas thot autori: والحقيقة أن العنوان الواحد من تلك الكتب قد تفهم منه أن مؤلفه يعالج فيه موضوعا واحدا مثل كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، فهو يشير إلى الجانب الجغرافي، أو كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، فهو يشير إلى فن الإنشاء على وجه التحديد، أو كتاب نهاية العرب في فنون الأدب، فهو يشير إلى الجانب الأدبي، ولكن القارئ لأي كتاب من هذه الكتب يجد موسوعة ضخمة تجمع بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع والعلوم الدينية، وتنظم الحكم والتراجم والفنون والعلوم وغيرها من دروب المعرفة التي تجعل منه دائرة معارف يفتخر بها الفكر العربي وتميزت بها الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى. Në të vërtet, nga titulli i vetëm i një prej këtyre librave mund të kuptojë se autori trajtonte një temë të vetme. Për shembull, libri Udhët e shikimit drejt mbretërive të qyteteve tregon për aspektin gjeografik, ose libri Agimi të verbrit në artin e redaktimit që tregon për artin e shkrimit administrativ, ose libri Përmbushja e qëllimit në degët e letërsisë që tregon për aspektin letrar. Por lexuesi kur hap çfarëdo prej këtyre librave gjen një enciklopedi të madhe që përmbledh letërsinë, historinë, gjeografinë, ekonominë, sociologjinë, shkencat fetare dhe organizon çështjet e qeverisjes
biografitë, artet, shkencat dhe të tjera fusha të dijes, të cilat e bëjnë atë një rreth diturie me të cilin krenohej mendimi arab dhe që e karakterizoi qytetërimin arab islam në mesjet. Deri këtu kemi lexuar parafërsisht gjysmën e temës së hyrjes që ka përmendur autori në librin e tij, dhe gjysmën tjetër do ta trajtojmë në ligjëratën e radhës inshallah. I kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. هم خير من خلق